Në një atmosferë të mbushur me solemnitet e përkushtim shpirtëror, besimtarët ortodoks të Pogradecit u mblodhen në kishën e vjetër ortodokse Fjetja e Shën Marisë për të marrë pjesë në ritualin e shenjtë të epitafit, një moment i rëndësishëm javës së madhe të Pashkëve. Ceremonia fetare që përkujton vendosjen në varr të Jezu Krishtit u zhvillua mes lutjesh, këngësh shkishtare dhe një ndjenje të thellë reflektimi në drejtimin e Atë Petro Markos. Besimtarët të mbledhur në obor dhe ambientet e kishës ndoqën me përkushtim procesionin e epitafit, duke ndezur qirinë dhe duke u lutur për paqe, shëndet e mirësi. Kulmi i ceremonisë ishte dalja e epitafit jashtë kishës dhe procesioni rreth saj, një traditë e hershme që simbolizon rrugtimin e Krishtit drejt varrit. Të pranishmit kaluan poshtë epitafit në një akt simbolik që shpreh ulësi dhe besim të thellë. Kjo natë e shenjtë vijon të mbetet një moment i rëndësishëm, bashkimi për komunitetin ortodoks të Pogradecit, duke ruajtur gjallë traditat dhe vlerat shpirtërore ndër breza.